Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë. Hetimet e prokurorisë Sarandë për një çështje për prodhimin dhe shitjen e narkotikëve çojnë ndalimin e oficerit të policisë i dyshuar për përfshirje në korrupsion pasiv. Një oficer i policisë gjyqësore në Sarandë, shtetasi me iniciale ER, është ndaluar me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë i dyshuar për veprën penale korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike parashikuar nga neni 259 fraksion 2 i Kodit Penal. Ndalimi u krye në vijim të hetimeve për procedimin penal numër 305 datë 19/5/2026, i regjistruar për veprën penale të prodhimit dhe shitje narkotikëve parashikuar nga neni 283 fraksion 2 i Kodit Penal në ngarkim të shtetasve me iniciale KD dhe AZ, pasi në automjetin drejtuar nga shtetesi AZ u gjetën dhe sekuestruan 24 doza me lëndë të dyshuar narkotike kanabis sativa. Këta shtetas u arrestuan në flagrancë dhe hetimet u vijojnë. Gjatë hetimit të këtij rasti lindën dyshime për përfshirje në veprimtari të kundërligjshme nga oficeri i policisë gjyqësore që po hetonte rastin në fjalë, pikërisht shtetasi ER. Përjedhoi nga ana e prokurorit të gatshëm u kryen veprime hetimore nga ku rezultuan të dhëna për përfshirjen e oficerit që heton çështjen në veprime të dyshuara korruptive dhe ndaj tij u procedua me urdhër për ndalimin e të dyshuarit për një krim për veprën penale të korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike parashikuar nga neni 259 fraksion 2 i Kodit Penal. Oficeri i policisë gjyqësore është ndaluar nga shërbimet e AMP-s dhe hetimet po vijojnë.